nga momenti I parë që ishte kundër hapjes kutive, doli te momenti I dytë që ishte që të hapen kutit. Se po të mos donte doktori nuk hapeshin kutit. Sapeshin, e vërtet është. Dhe ajo që ndodhi ishte që ky kishte qenë I kurth. Ishte I kurth që Rama e ngriti, që doktorit kërkonte rinumrim, Rama ja jep ligji doktorit që ta bëjë numrimin, ndryshe nga 2009 kur u dogjën fletët e votimit, dhe Rama tani nuk ka nevojë të flasë, sepse Rama I thotë shqiptarëve, ky pretendoi që ka farë zgjedhore. Ky kërkoi që të hapen kutit. Kutit u hapën ndryshe nga 2009 që mua nuk mi hapi kutit Sali Berisha. Rezultati nuk ndryshoi, përkundrazi del që ka përfituar më shumë vota Partia Demokratike padrejtisht nga gabimet se sa Partia Socialiste. Kështu që Rama me një karrem, prandaj thotë ai që jam 3 hapa para, me një karrem që ka bërë në 15 maj, praktikisht ka mundur doktorin dhe nuk ka nevojë të flasi më. Ky ishte për mua I vetmi shpjegim ky është, sepse ose, po kjo pastaj pak gjas ka që të ketë ndodhur, të tjerë të kenë gënjur doktorin. Ta kenë gënjur, beson që ka njëri guxim ta gënjej Sali Berisha. Ja po ta them unë. Jo, brenda sepse po të shikosh ata individ përdorin po të njëjtin gjuhë, po të njëjtin retorik, madje diskutojnë, se duket se ajo rrethimi Konstantinopolës, se diskutojnë për seksin e engjëve kur partia është akoma në opozitë. Kështu që mbi këtë premisë ka I moment. Kë po marr se ju ngel dhe hatri këtyre tani. Po marr. Po jo po marr Elbasani. I thot doktorit Alizoti Tomori. Që I thot doktor faleminderit që më sigurove 4 vite rrogën. Doktori thot ose ai tjetër, I thot doktor ne ishim 7 mandate në Elbasan, po këta kanë bërë tren bullgar. Po. Dhe I çoj një video, se kam parë një video që e nxjerrin, që njëri duket sikur nxjerr fletën jashtë, ku diun. I thonë është bërë treni bullgar, është bërë nami se ne, thot doktorit, ne kishim 7 sigurt, po nja 3 a 4 na I kanë vjedhur me tren bullgar këta në Peqin. Dhe kjo është mënyra, pra, ose Boçi në Shkodër, thot ne kishim treni bullgar në Peqin. Po. Pandej është bërë treni I parë, në fakt, ka qenë një rrugë që shkon. Po ka qenë linja, është Maqedonia, ku diun. Dhe tjetra pastaj del, ku diun, Luç Boçi në Shkodër, I thot doktor, na kanë myt bandat, thot thot se ne I patëm kaq, dhe kanë bërë namin në kuti, thot Luçi. Dhe doktori, duke parë këtë lloj, duke u besuar të tive që këta I kanë patur, po hap kutit. Mund ta kenë bërë këta pastaj në mënyrë komplet diabolike. Një mënyrë sot për ta shkatruar politikisht Sali Berishën është ta nxjerrësh bloft e farsa zgjedhore. Dhe ata që nuk I duan të mirën Sali Berishës, I kanë mbushur mendjen që na ka ndodhur farë zgjedhore sepse ne kishim fitoren në xhep, që doktorit kërkoi hapjen e kutive, hapja e kutive të certifikoi rezultatin dhe jo të tregoj që ka farë zgjedhore dhe të diskreditohet doktori përpara gjithë shqiptarëve. Kupton? Dhe të marrin partinë ata. Mund të jetë dhe kjo. Po patjetër. Gazi për shembull, mund shkputet me 7-8, edhe mund të krijojë një lloj fraksioni këtej ata. Ngel më 7-8 aty se uoqen. Po nuk je jo aty, po shkojnë tjerë pas atit. Ka boll aty. Ka boll, domethënë me përjashtim të flamurit dhe të Albanës, për flamurin unë që të mos e kapi spaku, sepse doktorit I duhet patjetër flamuri, dhe Albana, që kanë qenë nga dita parë. Ka pas një përplasje të fortë flamurit me Albanën në parlament para një jave, mos gaboj. Me Albana Vokshin. Po, pati një përplasje verbale në parlament. Mund ta kenë pasur, sepse tani është lufta kush qëndron në anën tjetër të Xhakut. Se më tregon një mat. Qëndron dhe luftat ata. Më tregon një mat një histori të vërtet, ishte njëri që ishte të shtëpia e komshiut dhe ishte mësuar që rrinte te qoshja. Pra, siç kemi ne xhaxhit atje te kullat, në njërën qoshe rri zoti i shtëpisë që ka të kafes xhezvene kështu me radhë, në krahun tjetër rri mik tjetër dhe po I vinin krushtit këtij zotit shtëpisë. Edhe I thot me lezet këtij të komshiut që do vinë ata sikur të spostohesh pak nga qoshja, se qoshja është nder, respekt. Dhe vinë ata hyjnë aty, po rrinin për të parë se ku mu ule kështu me radhë, dhe ky komshiu thot, këtu poshtë meje ka vend sa dush. Domethënë, nuk kam ndërmend të lëviz,
Kështu që po shmeje. Dhe punë e këtyre, e Albanës dhe e Mullnokës, mund t'jetë që njërin qështë është doktori, pa diskutim, të qështja të zotit shtëpis që ka edhe, nga ana tjetër tani nuk ka vend për dy, që qështja një është. Dhe zihen kush do rri aty edhe tjetri do rri në vazhdim. Kështu që mund të ndodhi, po prapë në raport me doktorin, janë të dy super luajal dhe super besnik. Në këtë kuptim e kam. Dhe unë them që me përjashtim të këtyre dyve, te ata që janë të rinj, në mosh, unë nuk kam pikën e dyshimit që ata nesër janë gati ta braktisin Sali Berishën. Do të thuash ti pse? Ai që është i ri në mosh, se nuk pretendoj unë që ta braktisi Tritan Shehu. Se e para Tritani s'ka vota, s'ka struktura, s'ka asgjë. Dhe e dyta është një mosh biologjike që nuk ka ambicje për të bërë kryetar partie. Po të rinjt janë të gjithë ambicioz. Pra ti mendon që do të ketë një rebelim brenda PD-s drejt Berishës? Mos qoftë rebelim, do punojnë nën tavolinë që ta shkatrojnë dhe ta delegitimojnë që ta detyrojnë që ai të iki, të ndodhi diçka. Këtë analizë zoti Berisha nuk i ka parashikuar ose paraprit këtyre ngjarjeve brenda PD-s? Po, se ne e bëjmë shpesh të debat që nuk e di doktori për shembull që Belindi është ambicioz dhe mund t'i bëj gol nesër që ta dëmtoj gjersa të shëmbet Lisi dhe ky si Filizi i ri. Kjo është logjika. Kjo është logjika. Po, tani përgjigjja është kjo. Kishte doktori zgjedhje tjera? Se ne e bëjmë sikur doktori kishte miliona zgjedhje aty. Ore, fal, po mi gjeti mua njerëzit publik që bëjnë debate, që kanë krijuar një lloj reputacioni të demokratët. Këto janë o burr. Si ka lejuar ai tjerët që të shajnë, jam dakord unë. Se mund të ishim dhe unë e ti ndoshta. Problemi është që aty laj thaj aq janë. Është Belindi, është tjetër qendron që edhe aq janë. Po patjetër, është ai Balliu, Klevisi. Ka bërë betejë, ai është njëri që del në për debate, e njohin strukturat, ka lidhje me strukturat, bën debate publike e kështu me radhë. Është ky Kolliçi po ashtu. Është ku diun Zhulali po ashtu, tjetri po ashtu. Këto janë. Nuk mund të marrë një anonim dhe ta vendosi aty. Në këtë kuptim doktori për mendimin tim ka bërë maksimumin e mundshëm që të ketë sa më pak firo. Pra nuk ka vendosur për shembull Ali Mehmetin listë sigurt, po ka vendosur Belin Kolliçin. Sepse ai thot mes tyre dyve për shkak të qëndrimeve në shkuarën, mund të jeti detyruar që të më qëndroj pranë